33 vjeçari dehur dhe kundrevajtje i merr jetën dy vëllezërve në aksin Lezhë Milot, Delfoto e Ramazan dhe Agim Harapit. Personat që shihni në këtë foto janë dy vëllezërit Ramazan Harapi dhe Agim Harapi, të cilët humbën jetën në aksidentin tragjik që ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune në aksin rrugor Lezhë Milot në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit. Sipas policisë, 66 vjeçari Ramazan Harapi po drejtonte automjetin, ndërsa 52 vjeçari Agim Harapi ishte pasagjer. Makina e tyre është përplasur me një automjet tjetër të drejtuar nga 33 vjeçari AG, i cili ndodhet tashmë në pranga. Testi i alkoolit ka treguar se 33 vjeçari ishte në ndikimin e pijes dhe po lëvizte në korsin e gabuar.